Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, vargu I parë dhe I dytë. Midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krer I judejve. Ky erdhi natën te Jezusi dhe I tha: "Mësues, ne dim se ti je një mësues I ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, nëse Perëndia nuk është me të." Amin. Deri këtu me hirën e Zotit. Zoti I bekojë të fjalë në zemrat tona dhe të na mbushi me frymën e shenjtë. Një njeri me emrin Nikodem, një krer I judejve, thot fjalë e Zotit, erdhi natën te Perëndia, tek Jezusi, edhe I drejtohet me këto fjalë: "Dim se je një mësues I ardhur nga Perëndia, dhe askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, nëse Perëndia nuk është me të." Aleluja. Falenderojmë Zotin. Pa tek Jezusi çfarë pa? Pa diçka të veçantë që kurrë nuk e kishte parë në jetën e tij, dhe ishte një krer judejve. Nuk pa një njeri të veçantë, një njeri si tërë të tjerët. Nuk pa një jude si tërë judejt e tjerë. Nuk pa një mësues të ligjit si tërë mësues të tjerë. Nuk pa një farise që tërë jetën mes farisejve ishte, bile ky ishte, thot fjalë e Zotit, krer I judejve apo I farisejve. Lavdi Zotit. Ata shtresa më e lartë, mësues të ligjit që drejtonin popullin. Por ç'ishte ajo që e tërhoqi dhe thot fjalë e Zotit, erdhi natën tek Jezusi. Diçka e breu për brenda, dhe se duhet të vente patjetër te Krishti. Falenderojmë Zotin. Edhe vajti vëllezër, vajti te Krishti po natë. Nuk priti të nesër mëngjes. Nuk priti të nesër mëngjes. Po atë natë nis dhe vajti atje ku duhej te Krishti. Dhe thot fjalë e Perëndis, vetë Krishti thot: "Kushdo që do të vijë tek unë, asnjë gjë nuk e pengon." Aleluja. Falenderojmë Zotin. Edhe këtë gjë bëjmë të tërë. Jemi si jemi, me problemet, me hallet, me vështirësitë, me sëmundje, të gjithë kemi, pa përjashtim të gjithë kemi. Por shkojmë tek kem te Krishti. Aleluja. Pse tek kem te Krishti? Këtë Zoti ka vënë sot në zemër, besoj për pak kohë brenda kohës, lavdi Zotit. Shikoj vëllezër që në tërë historinë e shkrimit, shkrimi I shenjtë na drejton të gjithë neve njerëzve te një figurë, te një emër që është emër mbi të gjithë emrat, dhe ky emër është emri Jezu Krishti. Aleluja. Pse e bën këtë gjë fjalë e Perëndis? Do ta shikojmë edhe më pas për lavditë e emrit të Tij. Lavdi Zotit. Bile tek libri I profetit Isaia thot fjalë e Perëndis: "Kush do shkoj për ne? Kush do shkoj për ne?" Domethënë tek populli që ti flas. Kush do shkoj? Bile vargji më përpara në mos gaboj, thot vetë Perëndia, dhe ja pash thot edhe më erdhi I keq që nuk ishte dikush që të ndërmjetësonte midis Perëndis edhe njeriu që ta shpëtonte njeriu mëkatar. Askush nuk ishte ide për të gjë. Askush nuk mund ta bënte këtë gjë. Dhe dini vëllezër se cila është arsyeja. Është kaq e thjeshtë dhe falenderojmë Zotin që na dha fjalën e Tij, sepse të gjithë ne njerëzit jemi mëkatar vëllezër. Thot te Romakëve, thot të gjithë njerëzit u privuan nga drejtësia e Perëndis. Domethënë u larguan nga Perëndia. Për cilën arsye? Sepse jemi mëkatar. Falenderojmë Zotin. Dhe tek hebrejt përgjigjet vetë Zoti ynë Jezu Krisht. Ja po shkoj o atë për të bërë vullnetin tënd, po shkoj me gëzim për të bërë vullnetin tënd. Dhe për mua thot të shkruar në rrotullin e librit. Dhe cili është vullneti I Atit Perëndis? Që të shpëtoj njeriu mëkatar, dhe na shpëtojë neve të gjithë. Falenderojmë Zotin. Falenderojmë Zotin. Prandaj një emër që është mbi të gjitha emrat, përmbi çdo emër tjetër, është emri Jezu Krishtit, Zotit ton. Falenderojmë Zotin. Atë që bëri, atë që bën dhe që do bëj Jezu Krishti, askush as I ka bërë, as I bën, as mund t'i bëj. Lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin vëllezër. Dhe thot tek këtu tek Ungjilli sipas Gjonit, thot në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndis dhe Perëndia ishte fjala. Për kë bëhet fjala? Kush është fjala? Jezu Krishti vëllezër. Jezu Krishti. Shikojmë sot bile një rrymë më saktë që të gjithë duhet të kemi kujdes
e dini se si flasin për Jezu Krishtin. Është një krijesë. Është një krijesë e Perëndis, por që nuk është një krijesë, është vetë Zoti yt. Vetë Krishti thotë unë dhe Ati jemi një. Lavdi Zotit. Si mund të themi neve diçka më tjetër? Do shikojmë edhe gjëra të tjera tani më pas. Të vetmi gjë, të vetmi pushtet që Zoti ka dhënë gjithsecili prej nesh në fjalën e Perëndis, e dini se cili është vëllezër. I themi po dhe amin fjalës së Zotit. Ky është pushteti që na ka dhënë. Falenderojmë Zotin. Dhe thotë, dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne dhe ne sot ditën lavdin e të parlindurit prej Atit, plot hir dhe të vërtet. Dhe një varg më lart thotë, dhe atyre që besuan tek Ai, të cilët nuk janë të lindur as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, as nga gjaku, por janë të lindur nga Perëndia, na dha këtë pushtet që të quhemi bij të Perëndis. Aleluja. Falenderojmë Zotin vëllezër. Të duket gjë e vogël të jesh të jem bij i Perëndis. Nuk është gjë e vogël. Vëllezër, është pushtet nga Perëndia. Ta themi ndryshe, gjithsecili prej nesh ka një pasaportë që lexon biri i Perëndis, bij i Perëndis. Aleluja. Dhe është pushtet jo nga njerëzit, jo nga kryeministri, jo nga presidenti, jo nga shoqata, jo nga organizata, po është pushtet nga lart nga Perëndia. Aleluja. Je biri im, thot, je bija ime. Mos ki frikë, nuk do të lë, nuk do të braktis. Dhe nuk e thot një njeri, por e thot Zoti ynë Jezu Krisht, që është Zoti i zotëve, mbreti i mbretëve. Falenderojmë Zotin vëllezër. Dhe vazhdojmë çfarë thot fjala e Perëndis. Kur thot kaq shumë e deshi Perëndia botën sa që dha të vetëm birin e tij, të vetëm lindur Jezu Krishtin, që kushdo që beson tek Ai nuk do të humbas, por do ketë jetë të përjetshme. Kë vetëm Jezu Krishtin përmend, nuk përmend emër tjetër. Nuk përmend person tjetër. Po ta shikojmë me kujdes, sepse te ky varg vëllezër përmbledhet gjithë fjala e Perëndis. Kaq shumë e deshi Perëndia, ku duhet të vdisim të gjithë në mëkatet tona vëllezër. Duhet të shkonim të gjithë në humbje të përjetshme. Por që erdhi dashuria e Perëndis. Erdhi Jezu Krishti e tha, po shkoj unë atë të vdes që ata të rrojnë në jetë e jetën bashkë me neve. Aleluja. Prandaj thot këtu, kushdo që do besoj tek Ai nuk do të humbas, por do ketë jetë përjetshme. Thot kushdo që do besoj te Krishti, nuk thot kushdo që do besoj në emra të tjerë. Lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin. Prandaj vëllezër, më ta thotë edhe tek veprat e apostujve fjalë e Perëndis, nuk është dhënë asnjë emër tjetër në qiell përveç se emrit të Jezu Krishtit, me anë të cilit njeriu mund dhe duhet të shpëtojë. Askush tjetër nuk mund ta shpëtojë njeriu. Falenderojmë Zotin. Vetë Jezu Krishti, te vargji më poshtë e shikojmë edhe na shpjegon edhe fjalë e Perëndis, thotë, nëse do qëndroni në fjalën time, te fjalë e Krishtit, jeni me të vërtetë dishepujt e mi. Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do të çlirojë. Aleluja. Falenderojmë Zotin vëllezër që e vërteta që kemi në duar. Kjo është e vërteta. Ky është ungjilli i Perëndis që e solli vetë Krishti, e solli nga qielli. Lavdi Zotit. Nuk është një libër si tërë librat e tjerë. Është një libër siç kemi historinë, siç kemi gjiografinë, pavarësisht se ky libër i përmbledh të tëra. Është edhe libër historik, është edhe libër gjeografik, tregon për shumë gjëra, bile edhe me saktësi më të madhe. Por mbi të gjitha është fjala e Zotit, e cila ka për qëllim të shpëtojë njeriu. Aleluja. Dhe është vetmi që mund ta bëjë këtë gjë. Lavdi Zotit. Po këtu tek Ungjilli sipas Gjonit, e dini se si dëshmon vëllezër Gjon Pakzori. Ja qendi i Perëndis që heq mëkatin e botës. Për kë e thot? Për Jezu Krishtin. Ishin mësuar judejt deri në atë kohë që mëkati i njerëzve, e dini shumë mirë, plimi që bënin një në mëngjes, një në darkë me qenjin, edhe i kërkoni falje, etj, por që tani dëgjuan diçka të re dhe kjo mbellet nga përjetësia në përjetësi. Ja qenji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Nuk është një qenj, por vetë Jezu Krishti erdhi dhe filijoi trupin e tij për të shpëtuar gjithsecilin që do besojë tek Ai. Aleluja. Falenderojmë Zotin. Dhe thot fjalë e Zotit, shumë gjëra domethënë në lidhje me këtë gjë. Nikodemi prandaj erdhi natën sepse i bëri përshtypje kaq shumë Krishti, saqë tëra fjalët që thoshte askush nuk i kishte thënë më përpara. Kur fliste Jezusi, thot fjalë e Perëndis, i bënte për vete njerëzit. Nuk ishin si fjalët e njerëzve të tjerë, ishin fjalë dashurie, ishin fjalë mëshire, ishin fjalë dhe mshurie, edhe mënyra se si i bënte Zoti që i tërhiqte pas vetes, i bënte përshtypje.
E kemi parasysh rastin e asaj prostitute, që në bazë të ligjit duhet të vrite me gur edhe të vdiste. Ndërsa Zoti me urtësinë, me mençurinë, me dashurinë, me dëmshurinë e tij për të gjithë njerëzit, e dini vëllezër, i vëj gjërat në vend. Kush nga ju mund të thojë që nuk jam mëkatar, atëherë mund ta marrë gurin i parë dhe të qellojë mbi atë grua. Kush nga ju? Atëherë e dini se çfarë thotë fjala e Zotit, tërë gurët u ranë nga duar, sepse kishin bukur në duar që të godisin atë grua. Edhe Krishti që ishte atje bashkë me te, tërë gurët u ranë nga duar, sepse ishin plotësisht të vetëdijshëm që të gjithë ishin mëkatar, të gjithë ishin gabuar, edhe të gjithë gabonin. Edhe kur i tha Jezusi, o grua, ku janë ata që të paditën, nuk ngeli asnjë Zot, të gjithë ikë dhe mos mëkatojnë. E kuptoni vëllezër dashurinë dhe mëshirën e madhe të Zotit. Falenderojmë Zotin. Deri kaq mrekulli të mëdha këtu, sa që me një fjalë diku në vend e dini si thotë fjala e Perëndisë vëllezër, mban gjithçka me fuqinë dhe me pushtetin e fjalës së tij. Thot një fjalë edhe be. Si i thot këtu në fillim? Në fillim krijoi qiellin dhe tokën. Si e krijoi? Tha një fjalë. Tha një fjalë. Le të krijohet qielli, u krijua qielli. Le të krijohet toka, u krijua toka. Le të krijohet gjithçka që është këtu në tokë, u krijuan të gjitha gjërat këtu në tokë. Edhe ne njerëzit na krijoi në mënyrë të veçantë me duart e tij. Aleluja. Thotë bëra njeriu sipas shëmbëtyrës time. Na krijoi me vartë dhe na dha frymëjete dhe na bëri një shpirt i gjallë që nuk vdes kurrë dhe do që të jetojmë përjetësisht me atë aty ku është Zoti. Aleluja. Falenderojmë Zotin. Aleluja. Kush ishte ai që mund i thojë detit pusho? Dallgë të detit me një fjalë pusho dhe pushoj. Kush është ai që mund t'i thojë erës pusho dhe pashitu edhe qetësohet era dhe deti bashkë? Aleluja. Kush është ai që mund t'i thojë një të pushtuari nga frymëra të ndyra, dil prej atij njeriu? Edhe del, domethënë i demonizuar e frymën, vetëm Jezu Krishti. Kush mund të përulet përpara gjuhëve të tij ashtu sikur se e tregon këtu fjalë e Zotit? Vetëm Jezu Krishti ka këtë fuqi vëllezër. Kush është ai që mund t'i thojë njeriu të çfarë do lloj sëmundje i shëruar dhe shërohet? Kush është ai që mund t'i thojë një të verbri shiko dhe shikon? Bile në një rast unë mos gaboj, flet për një që nuk ishte i verbër në mos gaboj, po thotë fjala e Zotit mori balë, ndryshe nga një të verbër tjetër, mori balë, edhe ja vuri në sy, sepse duke që ai nuk ishte fare as sy brenda, ato që kemi neve që shikojmë. Jo thjesht i verbër, nuk ishte fare sy. I vuri brenda në sy, edhe pa, bile jo vetëm pa, po në një rast që të shpjegon, edhe një tjetër që foli shumë mirë, një me mecë, më sa një që nuk fliste fare. Foli kaq mirë edhe kaq rrjedhshëm, nga një fjalë që i tha Krishti Zotin që ta kuptojmë se kush është ai që flet, dhe kush është ai që kemi përpara vëllezër, dhe se kush është ai që është këtu mes nesh, falenderojmë Zotin. Aleluja. Dhe thotë fjala e Zotit foli rrjedhshëm edhe foli kaq bukur. Si ishte mundur një njeri që nuk ishte folur kurrë? Zoti ja krijoi hartën dhe ja mbushi hartën mendore dhe foli në mënyrë të përsosur, vetëm Krishti. E dini pse vëllezër, sepse Krishti është ai që na krijoi me duart e tij. Aleluja. Ai është kryesi. Me atë mburremi. Me atë mburremi, lavdi Zotit, nuk jemi si bota të mburremi me paratë, unë kam kaq makina, unë kam kaq. Lavdi Zotit, vëllezër, kush ka Krishtin ka jetën. Kush nuk ka Krishtin nuk ka jetën. Aleluja. Kjo botë do kalojë me lakminë e saj. Por ai që do bëj vullnetin e Krishtit, vullnetin e Zotit, do ngelet nga përjetësia në përjetësi. Aleluja. Kush ishte ai që vajti në kryqin e Golgotës dhe mori përsipër gjithë mëkatet tona, gjithë pavësitë tona, gjithë sëmundjet tona? Vetëm Krishti mund ta bënte këtë gjë vëllezër. Mund ta bënte dikush që nuk ishte mëkatar. Edhe në këtë botë askush nuk mund të gjendej një njeri i cili nuk ishte mëkatar dhe nuk është mëkatar. Vetëm Krishti, Jezus, që erdhi nga qielli. Aleluja. Ai mori përsipër gjithë mëkatet, pavësitë, sëmundjet tona, edhe shkoi në kryqin e Golgotës dhe prandaj thot atij, po shkoi atë me gëzim që të bëj vullnetin tënd, që të shpëtonte njeriu mëkatar, të shpëtoi gjithë secilin prej nesh. Edhe deri në fund të Perëndis, si qendi më thertore, nuk e hapi gojën. Nuk e hapi gojën për të vetmin qëllim, sepse patjetër duhej bërë vullneti i Ati Perëndis që të shpëtojë njeriu mëkatar. Falenderojmë Zotin. Krishti vdiq për ne
mëkatarë. Thot apostulli Paul, me vullën e frymës së shenjtë. Për këtë gjë jam i sigurt thot, që Krishti erdhi në këtë botë për ne mëkatarët, në të cilët unë jam i pari. Kështu që vëllezër, kur e thot apostulli Paul kështu, nuk është nevoja ne të zbukurojmë. Dëgjuam një histori të një vllai që doli para për të bërë një dëshmi. Unë isha i drejtë, unë isha i mirë, unë nuk gënjeja, unë nuk shtu, e pastaj e pyetja i vllajit, përfundimisht të shpëtoj Krishti, nga të shpëtoj. Vëllezër, jemi të gjithë nga ata. Të gjithë gabojnë, vëllezër. Të gjithë gabojnë, por vijmë në këmbët e Krishtit dhe kërkojmë gjakun e Krishtit të na lajë nga çdo mëkat dhe papastërti. Falenderojmë Zotin. Prandaj thotë edhe fjala e Perëndis, gjaku i Jezu Krishtit pastron nga çdo mëkat dhe papastërti. Edhe ai që e ndjen veten sot më shumë se tërë të tjerë si mëkatari më i madh kushdo qoftë, ta besojmë, ta dimë vëllezër që Krishti na do shumë vëllezër. Prandaj erdhi Krishti për ne mëkatarë. Ti kërkojmë falje, të pendohemi dhe Zoti do na bekojë. Aleluja. Falenderojmë Zotin. Kush vajti atje në Hades? Që askush nuk mund të shkonte. Vëllezër, në Hades ishin tërë shpirtrat e tyre që kishin vdekur deri në atë kohë. Edhe thot fjala e Perëndis në mos gaboj tek psalme. Hapuni ju o porta të përjetësisë, sepse do futet mbreti i lavdis. Edhe dini kush ishte dhe kush është ky mbreti i lavdis, vetëm Jezu Krishti. Askush mund ta bënte këtë gjë. I kishte qercat e Hadesit, lavdi Zotit dhe vajti atje. Dhe vajti dhe nuk ishte si Abrahami, e dim historinë. As si Abrahami, as si Lazari që kishin një vend të caktuar dhe askush nga ata nuk mund të lëvizte. Por ai e kishte fuqinë mund të lëvizte në të gjithë Hadesin. Falenderojmë Zotin. Bile jo vetëm kaq, por tek Hebrejt thot fjalë e Zotit. Ai shkoi të predikoi frymërave në burg atje. Shkoi dhe u predikoi frymërave. E dini, predikoi një predikim shpëtimi. U tha, unë jam Jezu Krishti, unë jam biri i Perëndis. Mua më dërgoi ati Perëndia, kushdo që do besoj tek unë nuk do të humbas, por do ketë jetë përjetshme. Falenderojmë Zotin. Kështu e thot fjala e Perëndis. Dhe kush mund ta bënte këtë gjë? Vetëm Jezu Krishti, Zoti ynë. Nuk na tregon fjala e Zotit sa shpëtuan, si na tregon këtë rëndësinë e kësaj gjë, që vetëm Krishti shpëton. Falenderojmë Zotin. Kush është ai që u ringjall prej së vdekuris? Vetëm Krishti, vëllezër. Kush është ai që u ringjall me trup të paprishëm dhe të pavdekshëm? Vetëm Jezu Krishti, vëllezër. Askush nuk e ka përjetuar këtë gjë. Falenderojmë Zotin. Ta falenderojmë Zotin që edhe neve kur vi ora dhe ora shafër do na japi një trup të tillë të paprishëm, të pavdekshëm. Aleluja. Kjo është shpresa jon. Falenderojmë Zotin. Bota thon shpresa vdes e fundit, ndërsa neve themi shpresa nuk vdes kurrë, sepse shpresa jon është Krishti. Aleluja. Falenderojmë Zotin. Falenderojmë Zotin. Kush është ai që jo vetëm u ringjall, por dhe u ngrit lart në qiell, dhe iku atje te ati Perëndia, dhe jo me shpejtësinë e dritës, por me shpejtësinë e frymës së shenjtë. Kush mund t'i kalojë këtë qiell, vëllezër? Që asnjë njeri nuk mund, sa të njitet deri atje lart dije, dhe jo me të kalojë atmosferën. Falenderojmë Zotin. Krishti shkoi, vëllezër, sepse është ai që i krijoi me fjalën e tij edhe tokën, edhe atmosferën, edhe diellin, edhe yjet, edhe hemën. Lavdi Zotit. Për kë ishte rezervuar ai vend që thot vetë ati Perëndia, ulu në të djathtën time, për Krishtin, vëllezër, nuk thot për figurë tjetër, nuk thot për emër tjetër, vetëm Krishti ul në krah të djathtën e Perëndis. Aleluja. Pse? Sepse është princi i paqes, princi i jetës, mbreti i mbretërve, Zoti i zotëve. Falenderojmë Zotin. Perëndi i fuqishëm thot. Bile thot këtu një djalë në Arzën, nëse mbani mend tek Isaia, një djalë në Arzën. Dhe mbretëria e tij nuk do ketë kurrë të sosur, princi i jetës, princi i paqes. Kush është? Krishti, Zoti ynë, është vëllezër. Falenderojmë Zotin. Kush është ai që do na marrë lart në qiell, vëllezër? Vetëm ky emër, vetëm emri i Krishtit. Falenderojmë Zotin, që është emër mbi të gjitha emrat. Vetëm Krishti shpëton, vëllezër. Falenderojmë Zotin. Prandaj erdhi sot Zoti, vëllezër, me këtë që më buli në zemër, edhe nëse nuk e kishin kuptuar rëndësinë e këtij emri, ta kuptojmë sot edhe të themi Zot, nuk e kisha kuptuar që ti je mbi të gjitha emrat. Që ti je mbi gjithçka, mbi tokën, mbi qiell, mbi gjithçka, mbi yjet, mbi gjithçka. Por që ai e krijoi me fjalën e tij,
edhe ai do thojë një fjalë në fund, edhe do iki edhe ky qiell, do iki edhe kjo tokë. Por ata që do qëndrojnë besnik deri në fund të fjalës të ungjillit të Perëndis, nuk thotë të fjalë tjetër, nuk thotë që do besojnë në emër tjetër, por që do besojnë vetëm te Krishti dhe do qëndrojnë deri në fund, do shpëtohen. Dhe shpëtimi vjen vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit. Them edhe një herë, vëllezër, kush ka Krishtin ka jetën. Kush nuk ka Krishtin, nuk ka jetën. Vëllezër, dëgjoni hapat e Krishtit. Dëgjoni hapat e Krishtit. Po vjen Krishti është e dera, edhe pak edhe ai që duhet vi, do të vijë dhe do të japi shpërblimin gjithsecilit prej nesh. Falenderojmë Zotin. Zoti do bekojë të gjithë me çdo bekim qellor.